Ministri i Financave Petrit Malaj njoftoi gjatë prezantimit të aktit normativ për rishikimin e tretë të buxhetit të shtetit në Komisionin e Ligjeve se pensionistët shqiptar do të përfitojnë sërish bonusin e fundvitit të njëjtë si vitin e kaluar. Pra për gjithë ata pensionistë të cilët kanë një pension mujor deri në 20.000 lekë të reja, pra 200.000 lekë të vjetra, do të përfitojnë një bonus 15.000 lekë. Dhe për gjithë ata pensionistë të cilët kanë një pension mbi 20.000 lekë të reja apo mbi 200.000 lekë të vjetra, do të marrin një bonus prej 10.000 lekë. Ministri gjithashtu shpjegoi për sasinë e parave të shpërndara nga ky akt normativ dhe për Alp Kontrollin. Çështja e Alp Kontrollit, si ju e dini, është një çështje që është duke u trajtuar në gjyqjet e arbitrazhit. Alp Kontrolli të ardhurat e saj i merr nëpërmjet një llogarie e cila është jashtë territorit të Shqipërisë, të ardhurat të cilat i merr nga Eurokontrolli për shkak të fluturimeve, duke qenë se kjo llogari bankare është përkohësisht e bllokuar për shkak edhe të proceseve gjyqësore që janë duke u kryer. Qeveria shqiptare, për shkak edhe të rëndësisë që ka Alp Kontrolli, duke qenë një strukturë një rëndësie kombëtare dhe e një rëndësie kritike, e mbështet në aspektin buxhetor dhe në momentin që do të ketë një zgjidhje të kësaj çështjeje ligjore, jeni të sigurt që ato të ardhurat që janë mbledhur në atë llogari do të na kthehen këtu dhe do të ripagohen të gjitha huhat ose mbështetjet buxhetore që ne i kemi dhënë kësaj shoqërie. Buxheti i vitit 2026 që pritet të jetë më i madh në historinë e vendit ka kaluar tashmë në Këshillin e Ministrave për miratim që përfshin vëmendje të veçantë për bujqësinë. Pas miratimit nga qeveria, buxheti do diskutohet në Komisionin Parlamentar dhe më pas do të miratohet në seancën plenare me diskutim në parim me 19 nëntor dhe miratimin nen për nen me 11 dhjetor.